A keni menduar ndonjëherë se çfarë mund të bëjnë murgjit pas muajsh dhe muajsh meditimi vetëm në male? A e merrni me mend se si arrin ata këto superfuqi të mahnitshme? Pas muajsh dhe madje vitesh stërvitje brutale, nga aftësia për të ecur mbi ujë deri te kthyrja e gurit me kokë. Këtu janë disa nga shembujt më të mahnitshëm të superfuqive të pazakonta të murgjve Shaolin. Të ecurit mbi ujë. Ecja mbi ujë është ajo që ne konsiderojmë se janë në gjendje të bëjnë këta superheroj. E po ky murg i patrembur mund të ecë mbi ujë. Shi Liliang është një murg kinez që u bashkua murgjve Shaolin. Ai ishte në gjendje të ecte mbi ujë, duke përdorur drasa e kompensata shumë të holla dhe të lehta, të lidhura me lecka. Ai ishte në gjendje të vraponte mbi sipërfaqen e një rezervuari, i cili ishte 118 metra i gjatë, në afërsisht 50 sekonda. Shi Liliang ka bërë edhe gjëra të tjera mahnitse në të kaluarën, si vrapimi me shufra ekuri në këmbë. Ati u desh gjithsej 9 vjet që të mund të vraponte në ujë me drasat. Ai thotë se duhet përqendroheni në të qenit i lehtë dhe të përdorni kontrollin në gishtat e këmbëve në mënyrë që të mund të kaloni. Qëllimi i tij është të jetë në gjendje të vrapojë mbi ujë në një sipërfaqe prej 150 metrash. E po, kur të jetë gati, me siguri do të thyej numrin e rekordeve botërore Guinness. Forca e superheroit. A keni menduar ndonjëherë se sa bukur do të ishte të kishe forcë superheroi apo të ishe super i fortë? E po, forca e superheroit është një aftësi amorfe dhe mund të portretizohet në shumë forma të ndryshme. Një shembull mund të jetë Herkuli ose Goku, por gjithashtu mund të portretizohet në Iron Man. Forca e superheroit shihet kryesisht në trillime dhe mitologji. Megjithatë, jashtë kësaj, njerëzit në të vërtetë po përpiqen të marrin forcën e superheroit për të punuar për qëllime të jetës reale, duke përdorur teknologjinë dhe eksperimentimin shkencor. Teknikisht është bërë tashmë dhe ne e shohim atë tek atletët që mund të përdorin steroid ose doping në gjak për të përmirësuar performancën, por kush e di se çfarë shohim në të ardhmen e fuqisë së superherojëve. Gjithsesi, po stepen pak, sepse kjo video ka të bëjë me murgjit Shaolin dhe jo me një mit. Ruajtja e temperaturës së trupit. Sa e favorshme do të ishte nëse njerëzit mund të rregullonin ose ruanin temperaturën e trupit në situata të ndryshme. U zbulua se një grup i vogël murgj tibetian kanë aftësinë të kontrollojnë temperaturën e lëkurës së tyre përmes meditimit. Një grup shkencëtarësh ishin në gjendje të studionin një grup murgjish tibetian në vitin 1979 me vizita pasuese në vitet 1980. Përfundimi nga ulëmtimi i tyre ishte se ky grup ishte në gjendje të rriste temperaturën e trupit deri në 17 gradë. Kjo i mban ata të ngrohtë kur flenë temperatura që shkojnë deri në 0 gradë Celsius. Në një shënim relativ, kishte një grup në Indi që mund të ulnin metabolizmin e tyre deri në 60%, ndërsa flinin. Për të bërë një krahasim, kur një person i rregullt fle, metabolizmi i tij ulet me vetëm rreth 10 deri 15%, kundrejt grupit që mund të ulet në 60%. Ky nuk është thjesht një ndryshim i madh, por mund të përdoret në mungesë të ushqimit për të ruajtur energjinë e nevojshme. Gjilpëra tepërtej një xhami. Tani fizika shtrembërohet pak në këtë situatë. Ekziston një murg i cili është në gjendje të hedhë një gjilpër të hollë nëpër xham pa e coptuar atë. Nëse i pyet ata pretendojnë se kjo teknikë ka të bëjë me përdorimin e një kombinimi të fokusit dhe energjisë jetike të kanalizuar të quajtur chip. U zbulua se gjilpëra kishte fituar një shpejtësi prej 150 km/h për të shpuar fletën e xhamit. Duhet gjithashtu shumë aftësi për ta bërë këtë, sesa thjesht të hedhësh një shigjet në një dras ose të hedhësh një gjilpër qepse në dritaren e dhomës. Aftësia e gishtit. Mendoni se keni ekuilibër të mirë? Mirë pra. Ky mur ka forcë dhe ekuilibër të mahnitshëm, pasi ai është në gjendje të qëndrojë vertikal me vetëm 2 gishta tregues. Ai e nisi qëndrimin me kokë poshtë, duke pasur një gisht tregues të shtrirë në një rëndor dhe të gjithë gishtat e shtrirë në anën tjetër. Më pas ai ngrit vertikal duke balancuar veten vetëm në një gisht. Ata janë në gjendje ta bëjnë këtë duke u stërvitur shumë për vite me radhë. Stërvitja e tyre konsiston në përdorimin e pemëve për të praktikuar duke goditur pemët me gishta tregues për të rritur forcën. Kjo çoi në gropa të vogla që u lanë në pemë
si dëshmi e kësaj praktike, pemët nuk tregojnë pralla, vetëm të vërtetën. Bigëzimi i ekurit. Çdo kush e di se shkelmimi i dikujt mes këmbëve, kryesisht meshkujve, mund të çojë në nivele shumë të larta dhimbje dhe agonie. E po, në mënyrë tronditse, disa murgj janë në gjendje të praktikojnë një teknikë për të kapërcyer dhimbjen nga shkelmimi. Kjo quhet bigëzimi i ekurit. Më pëlqen mënyra se si e thash këtë. Për të filluar stërvitjen, ata duhet të fillojnë të decentrojnë zonën rreth testikujve të tyre, duke përdorur meditimin, por edhe duke përjetuar literalisht të dhimbjen në zonë. Pasi ata të mund të përballojnë dhimbjen nga kjo, kalojnë në procedura më të dhimbshme si gjilpërat dhe oklai. Kur praktikohet kjo teknik, sistemi riprodhues merr shumë dëmtime. Mund të përpiqeni të rregulloni shëndetin riprodhues me teknika të tilla si fizioterapia, por gjithsesi në fund, fizioterapia nuk mund të ndalojë dëmtimin. Është një zgjedhje që ata duhet ta bëjnë dhe të jetojnë me këtë. E po mirë, dikush duhet të marrë goditjen për ne, por jo ata. Koka e ekurt. Keni dashur ndonjëherë të godisni kokën pas murit? Kjo teknikë e njohur si Shaolin Kung Fu Iron Head është pak a shumë ajo. Nxënësi fillon duke e mbështjellë kokën me 10 shtresa mbrojtëse mëndafshi dhe godit kokën pas një muri në kënde të ndryshme. Pas çdo 2 deri në 3 muaj, hiqen 2 shtresa mëndafshi mbrojtës. Pa masën mbrojtëse, sërish do t'i dhemb, por studenti do të duhet të përshtatet me dhimbjen në mënyrë që ta zotërojë këtë aftësi. Pasi studenti të përshtatet, ata do ta kenë zotëruar atë dhe koka e studentëve supozohet se është më e fortë se vetë muri. Disa murgj në fakt janë në gjendje të thyen muret prej guri vetëm duke goditur me kokë. Në thelb, teknika forcon kockat e kafkës në mënyrë që të përballojnë forcën. Kjo është diçka për ta menduar herën tjetër që dikush ju thërret kokë fort. Demi i ekurt. Demat dihet se janë në goxha të fortë, kështu që është e përshtatshme që emri i kësaj praktike të quhet demi i ekurt. Kjo teknikë përdoret kryesisht për forcimin e fuqisë jashtme të trupit, si të një demi. Kjo fillon duke gërvishtur fillimisht lëkurën e barkut me dhëmbza në mënyrë që të forcohet. Pasi lëkura të jetë ngurtësuar mjaftueshëm, ata fillojnë të godasin stomakun. Kur goditja me grusht në stomak nuk dhem më dhe lëkura është më e fortë, atëherë ata do të fillojnë të përdorin çekiç për të goditur stomakun e tyre. E fillojnë me çekiç druri, por në fund përdorin ata hekuri për të goditur me forcë të plotë. Disa murgj janë mjaftueshëm të fortë të mbajnë forcën e plotë të çekiçit në stomakun e tyre dhe të qëndrojnë statik pa dhimbje. Mendoj se vërtet duhet të kesh një stomak të fortë për këtë. Gishti prej diamanti. Diamantet njihen për më shumë se sa thjesht një perle e bukur për t'u vendosur në një unazë martese. Diamantet përdoren gjithashtu në pajisje shpimi për shkak të forcës së tyre. Teknika e gishtit të diamantit është një mënyrë për të forcuar në thelb gishtin tuaj dhe me kalimin e kohës supozohet se do të bëhet aq i fortë sa një diamant. Trajnimi i rregullt është i domosdoshëm nëse dëshironi të përballeni me këtë sfidë dhe mund të duhen rreth 3 vjet për ta përfunduar. Kjo është nëse qëndroni konstant me stërvitjen. Ka gjithashtu shumë plagë që janë të mundshme gjatë rrugës, por ju korni përfitimet e të qenë në gjendje të bëni dëme të konsiderueshme në atë që gishti juaj mund të godas. Disa pjesë të rutinës së stërvitjes përfshin goditjen e gurëve derisa të shkërmoqen, por edhe goditjen e pemëve derisa të kenë një vrim në to. Ndoshta ka disa shënime të teorisë konspirative atje që thonë se çukapikët kanë diamante në sjepat e tyre. Vaji i nxehtë. Kjo teknikë e fundit është paksa ekstreme dhe mund ta gjeni veten duke u zhytur në një lavë sepse bëhet vërtet nxehtë. Ky murg u regjistrua e ulur në një tenxhere me vaj mbi një zjarr bubulak, ndërsa vazhdonte të bënte meditimin e tij. Në mënyrën e tyre, murgu po provonte besimin dhe vendosmërinë e tij së bashku me demonstrimin se sa larg do të shkonte për të vërtetuar besimin e tij në fenë e tij. Edhe pse kishte një përzierje të veçantë të bimëve dhe vaj të aplikuar për të reduktuar nxehtësinë, duhet të imagjinoni se ulja në vaj të nxehtë do të ishte e dhimbshme edhe me ndihmën e bimëve. Pasi ai përfundon seancën e tij të meditimit, vaj derdhen në shishe dhe më pas u shitet spektatorëve të ngjarjes. Nëse shikoni vërtet afër, shihni me shkronja të vogla, mos e provoni këtë në shtëpi. Këta murgj kanë superfuqi të mahnitshme. Cila nga këto superfuqi e murgjve Shaolin ju ka frymëzuar më shumë?
Na e bëni me dije në komentet më poshtë. Dëgjohemi në videon tjetër.